Homazhe pranë varrezave të dëshmorëve në nderim të epopesë së UÇK-s, kryetari i Prishtinës Përparim Rama tha se përulemi me nderim para atyre që dhanë jetën për këtë tokë. Një dhimbje e thellë shpirtërore për humbjen e gjithë këtyre jetave të dëshmorëve, të herojve tanë kombëtar. Mirë po të njëjtën kohë edhe një respekt i veçantë për ta, për familjet, për gjitha që i kanë dhënë që ne sot ta gëzojmë këtë liri, këtë demokraci. Homazho bënë të shtatore e heroit Zahir Pajaziti. Sinkronizim me prekazin, në nderim të epopesë UÇK-s, në nderim të familjes Jashari, në nderim të sakrificës e luftës çlirimtare në përgjithësi. Sigurisht se dëshiroj të theksoj se familja Jashari është familje një rast unik në botë dhe vetë akti i fillimit të saj nënkupton se liria dhe atdheju janë mbi të gjitha. Gjatë aktiviteteve të organizuara me rastin e epopesë së UÇK-s në Prishtinë u tha se nga gjaku i dëshmorëve buron përgjegjësia jonë për të ndërtuar një Kosovë më të fortë, më të drejtë dhe më të bashkuar. Aktivitete omazhe për të rënë